E dini që forca e kockave nuk varet vetëm nga mosha apo gjenetika? Nëse ndiheni shpesh të lodhur, keni dhimbje shpine, dhimbje këmbësh kur ecni, ose ndjeni sikur trupi juaj nuk ka më elasticitetin e dikurshëm, shumë mund të lidhet me mungesën e vitaminave që mbajnë kockat të shëndetshme. Sot do t'ju tregoj 10 ushqime që i forcojnë kockat natyralisht dhe që mund t'i shtoni lehtësisht në përditshmërinë tuaj. Le të fillojmë. Ushqimi i parë është salmoni. Ai është një nga burimet më të mira të vitaminës D dhe omega 3. Vitamina D ndihmon trupin të përthith kalciumin, ndërsa omega 3 ul inflamacionin dhe ndihmon në ruajtjen e densitetit të kockave. Edhe nëse nuk e hani shpesh, edhe 1 ose 2 vakte me salmon në javë mund të sjellin ndryshime të ndjeshme. I dyti është kosi. Kosi ka një kombinim perfekt midis kalciumit dhe proteinave. Trupi ka nevojë për të dyja, për të mbajtur kockat të forta. Mund të hani në mëngjes me pak fruta ose si një vakt i lehtë. Për shumë njerëz që nuk konsumojnë shpesh qumësht, kosi është një alternativë shumë më e lehtë për stomakun. Ushqimi i tretë është djathi. Sidomos djathrat si djathi bardh, cheddar apo parmigiano. Edhe pse duhet konsumuar me mas, djathi ka sasi të larta kalciumi. Mjafton një copë e vogël që t'i jep trupit ndihmën që kërkon. Shumë njerëz mendojnë se djathi trash, por në sasi normale, sjell më shumë përfitime se dëm. Ushqimi i katërt është spinaqi. Ndonjëherë shumë njerëz nuk e pëlqejnë, por spinaqi është një bombë mineralesh. Ka kalcium, magnez dhe vitamin K. Një vitamin thelbësore për kockat forta. Mund ta përzjeni me vezë, me sallata, ose ta përdorni si bazë për gatime që bëhen shpejt. Edhe pse duket si një ushqim i thjeshtë, konsumimi i rregullt i brokolit ndihmon trupin të ruajë densitetin e kockave dhe të mbajë një metabolizëm më të balancuar, gjë që ndikon drejt për drejt në forcën e kockave. Ushqimi i gjashtë janë farat e susamit. Janë shumë të vogla, por kanë sasi të pabesueshme kalciumi. Edhe një lugë në dietë e hedhur mbi sallata, supa apo jogurt mund të sjellin ndryshime. Shumë gra, sidomos pas moshës 40 vjeç, ndjejnë dobësim kockash, dhe farat e susamit janë një ndihmë shumë e thjeshtë. Ato përmbajnë gjithashtu edhe yndyrra të shëndetshme dhe minerale të tjera që mbështesin funksionimin e muskujve dhe nyjeve, duke e bërë trupin më të qëndrueshëm dhe më të rezistent ndaj lodhjes. I shtati është vezët. Edhe pse janë të thjeshta, vezët përmbajnë vitamin D, e cila është thelbësore për përthithjen e kalciumit. Një vezë në ditë është më se mjaftueshme. Për ata që nuk kanë kohë për mëngjes, një vezë e zier është zgjidhja perfekte. Përveç kësaj, vezët përmbajnë proteina cilësore që i duhen trupit për ndërtimin dhe riparimin e indeve, duke ndihmuar kështu edhe në forcimin e kockave dhe formimin e muskujve mbështetës. Ushqimi i tetë është portokalli. Portokalli nuk ka vetëm vitamin C për imunitetin, por ndihmon edhe në prodhimin e kolagjenit, një pjesë shumë e rëndësishme e strukturës së kockave. Kolagjeni i mban ato elastike dhe më të pak të rrezikuara për t'u tëmtuar. Portokalli gjithashtu ndihmon në qarkullimin e gjakut dhe në reduktimin e inflamacionit, duke përmirësuar proceset naturale të trupit për mbajtjen e densitetit të kockave. Ushqimi i nëntë është qumshti. Sigurisht për ata që e tolerojnë. Qumshti ka kalcium të përthithshëm lehtësisht dhe vitamina të rëndësishme si D dhe B12. Nuk ka rëndësi nëse e pini në mëngjes apo në darkë, ndikimi i tij është i njëjtë. Përveç forcimit të kockave, qumshti ndihmon edhe në mirëmbajtjen e shëndetit të muskujve dhe nervave, të cilët kanë një rol të rëndësishëm në stabilitetin dhe funksionimin e kockave. Dhe i fundit, ushqimi i 10 janë sardelet. Sardelet janë të pasura me kalcium, sepse konsumohen me gjithë kockat të vogla, janë shumë të shëndetshme dhe një burim omega 3. Një kavanoz i vogël me sardele mund t'japi pothuajse të njëjtin kalcium sa një gotë me qumësht. Përveç kësaj, ato përmbajnë gjithashtu edhe yndyrra të shëndetshme dhe minerale të tjera që mbështesin funksionimin e muskujve dhe nyjeve, duke e bërë trupin më të qëndrueshëm dhe më të rezistent ndaj lodhjes.
Nëse i përfshini këto ushqime rregullisht në dietën tuaj, do të ndjeni ndryshim jo vetëm te kockat, por edhe te energjia, fleksibiliteti dhe shëndeti i përgjithshëm. Kockat nuk janë thjesht struktura të ngrëhta. Ato janë gjallë dhe kanë nevojë për kujdes çdo ditë. Edhe ndryshimet e vogla në ushqim mund të sjellin rezultate të mëdha ndër vite. Nëse kjo video ju ndihmoi, atëherë ju ftoj të bëni like dhe të abonoheni në kanalin Këshilla të Jetës.